Jeta ime ka qenë horror. Dhuna ajo që ka bën moshën time më të bukur. Për të dashur nuk e dua dhe ta mori vesh gjibota. I thash do tiki, nuk mundem kështu të dua. Do të thotë punë momenti. E tha, ikta nga rruga, mund ka nxjerr ky burr, nga rruga Zotit. Dashuri nuk e gjeta të moke ky njerëz. Patëm d'japi qetësim. Qetësim do t'ja japë edhe dashurinë e tij. Po dashuria s'ka kuptime. Dashuria odet fitohet, nuk blihet. Nuk do fitoj me avash. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Sot në live-in tim, unë do të fus një çift. Në fakt janë të shumta kërkesat që më vinë për të bërë pjesë e kësaj dritare, për të bërë pjesë e live-it tim, denoncime që më vinë pafund, mesazhe si në adresën time në Instagram, por edhe në Facebook apo qoftë në TikTok, që më shkruajnë dhe duan të flasin. Unë do të kem sot një çift të rinjësh, ata fëmijët i kanë të rritur, pavarësisht se i kanë sjellë jetë në një moshë të re, por për shkak të konflikteve që kanë pasur me njëri tjetrin, për shkak të xhelozisë, ndoshta edhe të tradhtisë bashkëshortore, gruaja ka marrë vajzën e vogël dhe është larguar nga shtëpia. Ajo është rikthyer sërish në shtëpi. Ata janë të dy në divanin e shtëpisë, po më presin që unë t'i ftoj në këtë live dhe disa gjëra do i thon troç përpara njëri tjetrit. E dashur Fatime. Pa. Je rikthyer në shtëpi? Pa. Po çfarë ka ndodhur me jetën tënde? Mund të flasim të dyja? Pa, mund të flasim se ti nuk njeh mirë mu. Edhe normal një njeri mund ta gjikosh kurse njeh. Fatimja ka pas probleme që 17 vjeçë që e ka marrë Erionin. Se mu Erionin ma këndon pa dëshirën time. E mora se ma dham prindrit. 2 vitet e para ne sa kam qenë, se unë jam ke shtëpia Vjerrës, tani këtu, nuk jam te shtëpia ime. Sa kam qenë brenda shtëpisë Vjerrës, 2 vite ka shku mirë martesa jonë. Unë kam shku shumë mirë. Në momentin që unë dola nga shtëpia e Vjerrës, të betohem në kish laç në Kur'an, ku dushte se unë jam besimtare. Kur kam dalë nga shtëpia e Vjerrës, u prish komplet marrëdhënia jonë se ky filloi lunte veç Bixhos. Ky ka veç 2 vite që ka heq dorë nga Bixhos. E ke Erionin aty afër. Mund të jeni të dy, është dhe Erioni. 2 vite pas martese, Erioni ka luajtur Bixhos. Pa. Erion. Në momentin që kemi dalë nga shtëpia e Vjerrës, Erioni s'ka pas asnjë lloj përgjegjësie për familje. Kam pas 2 vajza, 1 vjeç e gjysmë, 1 2 vjeçe. I kam pas shumë vit e vit me njërin tjetër. 2 vajzat e vogla. Erion. Kisha në gjenë moja, se kisha vajzat e vogla, që aty kam fillu konfliktet. Probleme. Ti po ja thon në sy Erionit këto, dhe Erioni është aty i dëgjon. Erion, por pse pastaj lart e poshtë përgojon grua, nuk është e denj, kur ti nuk pas ke qenë i përgjegjshëm për familjen, që 2 vite pas martese? Kur dole kompjuter, po kam los. Po që kur i ka heqë Edi Rama, s'kam los fare më, pse kam ndryshuar shumë çdo gjë. Do t'i ishte Edi Rama që ti mos lozje me Bixhos. Kur që kompjuter s'kam los më. Atëherë po, kam los. Kam los edhe si në lek shtëpi, nuk le shtëpi pa lek. Fal pak. Nga Bixhosi filloi dhe dhuna në familje, se unë normal do t'i kërkoja llogari, se unë kisha 2 fëmijë të vegjël, unë nuk punoja. Po. Fëmijët ndihmonte Vjera, kishte një lop që nipte qumë shlope, lloja qumshin e lopës me ujë për t'i dhënë fëmijëve. Edhe normal që unë do t'i kërkoja llogari për lekët. Në momentin që unë kërkoja llogari, filloi dhunën. Të ka dhunuar Erioni? Do t'i policion. Ndoshta ti nuk beson. Erion, ti ke dhunuar gruan? Po, e vërtet është po. Për çfarë e ke dhunuar? Mund të dim arsyet? Po më kërkon të llogari për punë e lekëve, unë prapë që prisha lekët, dhe ishte vesi keq që lotja kompjuter. Po mirë, kjo nuk është normale që ti shkon luan kompjuter, luan kazino, prish lekë dhe vjen në shtëpi rre gruan. Vini në shere gjose, kërkon të llogari për lekët, prapë. A e kupton që ti duhet të ishe në burg me këtë veprim që ke bërë, që ke ushtruar dhunë? Po. Pse nuk e ke denoncuar, Fatime? Nuk e kam denoncuar se dhe doja, edhe që kam ardhur, se nuk doja ta shikja të vdekur, as në burg nuk doja ta shikoja, as të vdekur jo. Jo se e dua, për të dashur unë jam aku, jam e ftohtë aku, sepse më dhimbsen fëmijët,
Ka me 22 vite më dim se të kam fëmit me këtë. Sepse ky i ka ftohtë ndjenjat, i ka ftohtë sepse është agresiv në të folur. Të lodh kokën, psikologjisht, të lodh kokën është agresiv edhe në të folur komplet flet me zë shumë të lartë. Po durimi im ka humbë se i thoj në zemra ime nga 17, jam 39 vjeç, veç gërvë, njëri u lodhe. 17 vjeç ke qenë kur je martuar me Erionin? 18 vjeç. Edhe jam martuar, isha 7 zane, ngella moshën 16 vjeç se kisha 1 vit lidhje me Erionin, që ishim fejuar. 17 më mori nuse, isha 7 zane, kam qenë mujnë e 9 ku më ka morë me fëmijën e parë. Edhe mundosha ta shtyja hajtë se për hatër fëmijëve, hajtë se për hatër fëmijëve, hase jam fëmijë, kisha 2 vajza. 19 vjeçë kam luajtur 2 lindje. Nuk kisha nim nga askush. Edhe para se bëja veprimin me ikë nga ky për të larguar unë pranoj nuk e mohoj. Që kam ikur me dikë, kam ikur thjesht se jam lodhur, gjeta një njerëz të mirë, thash të jetoj me të, e di që ke gjysma jetës që më ka ngel, e di që të jetoj e lumtur. Do më tregosh, unë do të pyes sot dhe ti nuk e frikë të tregosh çfarë ke bërë dhe përpara syve të burrit. Unë kam frikë me Zotin, sepse unë kam bërë gjë për të mirën time dhe për vajzën 6 vjeçë, sepse nuk shtyhet jeta me gricje, me konflikte, me sherrë, se i patazon, e palajmërova para javë për e mori si lol. Unë do iki, tash se nuk nije me lumtur, nuk nim se unë kur nuk nije me lumtur dhe fëmija, me stres, nuk është normal, tash edhe se ku në fund botës, ta gjej do iki veç tje me qetë. E di që dhe haj bukën thaft, po veç do kem qetësi shpirtërore. Fatime, të lutem, më lejo të pyes. Ti solle në jetë sa fëmijë ke me Erionin? Erion. 3 vajza. 3 vajza. 3 vajza. Me jetë i kesh. Më trego pak jetën që ke bërë me Erionin, se më duket sikur Erionin e kemi ulur aty, kështu që mund të flasësh edhe ti Erion. Se nuk të kemi marrë me zor aty, por Fatimia do të flasi përpara teje për treguar gjithçka, edhe pse ju jeni akoma burrë e grua. Po. Fatime, si vazhdo jeta jote me Erionin? Shumë keq. Jeta ime ka qenë horror. Për mua, ka qenë horror. Sepse dhuna ajo që ka bën moshën time më të bukur. Unë kam qenë mosh 17 vjeç. Shumica e viteve ka ikë veç luftë. Bëra kurs, pata parukerinë e hapa se tani jam kushnjere. Bëra shkollën për kurs që bëra për parukeri, punova të shtëpia 1 vit e kam marrë. Dhe aty njëte probleme. Pse? I thonë mos më ha probleme. Jo kjo është kështu. Kush hyn në dyqan? Në dyqan, në punë do kesh çdo lloj kategorie. Patjetër. Normal, më hapte probleme në punë. E mbylla dyqanin, se nuk dosha probleme, sepse më prishte punë të puna. Ka pas sherrë llave kemi pas, më shumë me kompjuterin që prishte lek. Po trafik të gjatë që ka pas kur. Në muajnje. Kur? S'ka pas. Po mi më mirë, o Erion, tani familja nuk prishet vetëm për tradhti, o Erion. Por nëse ti e dhunon, e ke shtrajton, normalisht do prishet familja, nuk është vetëm tradhtia që prishet familja, vetëm po pati tradhti prishet familja, jo more familja prishet dhe kur ka dhunë, dhe kur nuk të respekton, dhe kur nuk të do burri, edhe kur prish gjithë parat dhe nuk interesohet për fëmijët. Prish moralin rrugë, të ofendon rrugë. Është gjithkohës agresiv. Kjo s'm pëlqen se është gjithkohën agresiv. Agresiv me nonën e vet. Ti vesh dorë nonës, a është normal në zemër? Ti vesh odet, është normal ti vesh dorë nonës syt tim? Ti kur gjuan nonën ta, ai e përdor nonën e vet se ku më qef fëmia. Ky nona fëmia ky bab dorë nonës. S'ka gjysore, të beton më vdek Amelia është vajza vogël. Mos zërbe. Ka i pjalë nona, ma ti dorë me gjytë nonës. Nuk është normal. Kur ti se respekton nonën që ka bë kokën, çan ke mua nesër më nxjerr rrugë më shet. O Erion, po pse i bën këto? Çfarë ke? Çfarë të shqetëson? Më jam agresiv. Më kanë ndryshuar, më jam agresiv. Asnjë gjë nuk po drejtën e asnjë gjë nuk më shqetëson. Çdo gjë ka 2-3 vjet, kanë ndryshuar gjërat komplet. Po pse i bën këto? Sepse nusja jote po tregon që vetëm përpara pak minutave ti ke tentuar të gjuash nënën.
O sa plaka për një gjëmë të madha ke marrë këtu në baqe, o që s'ka marrë dhe rrëtu për ti të prapë. E ju në zepa, ju të shohë s'ka marrë të këty dhe rëgjojtë, për të gjë. Kur të kam bjo ke marrë tu. Po mi ma është nëna jote, Silja edhe mund të ndryshoj. Punë e dorë, ju në zepa. Nona dhe fëmija është barabartë me Zotin. Unë jam për hatër të vajzës, për të dashur nuk e dua dhe e pranoj dhe të tamoj vesh gjithë bota. Si që kam thonë asaj fjale aty që të kam dalë telefon, e them deri sot. Sepse më ka ftohtë vetë. Se po s'fate komunikim, po s'fate komunikim, nuk e respekt për prindin tatë në radhë parë, për fëmin tatë në radhë parë, se ky s'duhet ta bënte atë që bëri, se më ka kërcënu i ditë para se të vitet e këti. Unë i thash qetësohu, më leve mu pak ditë qetësohe, para se të vitet e këti, mos i bëj gjëra shumë se nuk është normal. Unë nuk ja bëja kur. E sikur ta shikoja me tjetër, unë për vetëm time si Fatime, nuk ja bëja kur këtë. Fatime, ti solle në jetë përpara disa viteve vajzën, se vajzën e tretë e keni shumë të vogël në moshë, 6 vjeç. Unë dua të pyes, kur ai të ka dhunuar gjatë gjithë këtyre viteve, s'të ka dashur, s'ke ndjerë ngrohtësi të partnerit, pse nuk e ke divorcuar? Asnjëherë s'ka qenë dakord. E kam nisë dhe i divorc para ca kohësh. Të njëjta gjë, është e dyta herë që nuk, të njëjta gjë ka bërë. Ka qenë gjithmonë pengesë për lirimin tim. Se si mund të jetosh me njëri ku nuk ke ndjeja, ku nuk e do. Po flas shumë drejt si femër, ku nuk ke ndjeja, nuk e do. Si mund të jetosh me njëri? Erion, ti vazhdon ta duash? Po, që di që ka i prapë jam lutë, ka qenë para 5-6 ditës, kam pi jelëm kejtë për të vdek direkt. Po jo më jo, tani kjo nuk është normale, kjo nuk është normale që po thuaj. Ja kam të qartë, unë largove në marë, fut ma varre, për që të Po mirë, ti e ke kuptuar që gjithë gabimet që ke bërë ndër vite, e ke bërë që ajo të iki, dhe po të thotë unë nuk të dua më, dhe ajo do vazhdoj jetën me një partner tjetër që do gjej. Ti e kupton këtë gjë? E di, kam bërë gabime, i kam kërku falje prapë. Unë i kam thot diçka Odeta, unë nuk largohem më. Unë në momenti që do vendos, do bëj divorc direkt me ty, pas e do largohem. Unë dua të pyes, çfarë ndodhi atë ditë që ti u largove dhe telefonove bashkëshortin Erionit, se ju aktualisht jeni burrë grua, jetoni në të njëjtën shtëpi. Çfarë ndodhi atë ditë ku ti e morën telefon dhe i the që jam me një tjetër, kam gjetur një tjetër? Kishim gati një javë që ne kishim konflikte. Për çfarë erdhën këto konfliktet? Më shpjego të lutem. Konflikte pun lekësh, se ka një problem për shembull. Kur merr rrogën, ca i nxjerr, ca i fshes. Edhe kisha edhe frikë, me thonë të drejtën. Në letë po kishim një javë. Kur ka marrë lekët, dëllënje. Kur ka marrë lekët, i kam bërë me bikë, me qësi, kur marrë lekët. Unë flasëm po konflikte. Kishim konflikte, shkojmë një natë te vajza madhe, Golem. Që kam martu me Golem, një vajzë e kam në Tiranë, martume. Edhe shkojmë një natë atje, ka bërë një gabim tjetër të shtëpia vllajt tim, ka heqi dritare pa lejen tim, pa lejen e mam, te shtëpi për momentin është e pa banueshme. Vllai do me fut njerëz me qerat. Në momentin që ky bëri këtë gabim, se unë kisha 6 muaj që unë jetoja në shtëpinë e mamit. Po me djelinë e tij, isha e divorcuar me këtë. Jetoja te mamës e mami ka qenë smu, ka spitali Amerikan 3, jam kujdes 5-6 muaj për mame. Pas me vajzën po 5-6 muaj se kam qenë dhe një muaj në për spitalere. Edhe unë kam dhejur 100 metra larg shtëpisë. Edhe ky vinte ante drekën, darkën. Si kur ti vjen ke vjera ha drekën, darkën, gjithkohë 24 orë ishte pushim atje, vinte bashkë me ne. Dhe ti dritarën e vllajt tim, si mund ta duam atë burr? Dritarën e mora se s'kishim blek. Edhe do e mora njeriu do prishet atje. Po jo më Erion, unë jo se jam grua dhe mbroj Fatime, nuk e mbroj fare Fatimen. Po nuk është normale më Erion, nuk isha para unë dhe vajta i vodha dritaren vjerrës. Po më tani, po çfarë janë këto, është gabim, është ky gabim, po të gjithë jeta me gabime, ti s'pas ke mësuar nga gabimet e tua më Erion. Odet, o zemër, aty unë fillon gritët më keq, se gjërat ishin top me kohë. Ishte thjesht ato fëmijë dhe Amelia që e bëra, mendova se do ndryshonte, e bëra për këtë gjë. I thash do ndryshosh tash? Jo, po e bëm dhe fëmijë lan, do ndryshojmë të dy tash unë, të dy, që të ecim më parë, as ti gabime as unë.
Dhe çfarë ndodhi? Një vit që ecën mirë, pastaj fillon pra problemet. Zonte veprime, pa më dëgjuar. Merr te kredi, pa më pyetur. Si mund ta marrësh një veprim? Më pushon lutem. Ja, do ta jap fjalën. Erion, do t'i japim fjalën sepse Fatime, e di si më duket, sepse më duket sikur ne jemi të dyja gra këtu dhe po I kundërvihemi. Nuk dua të jetë kjo lloj mendimi, Erion. Do flasësh, do ta jap fjalën dhe ty. Të drejtat janë barabartë ndaj tij. Ka të drejtë edhe këtë ta pyesi grua, e bëjmë këtë? Se bëjmë këtë? Ky bën të veprime pa më pyet. Unë I merrsha vesh nuk ky kishte kryer krejt punën. Mund t'i përgjigjesh bashkëshortes. E dini e parë që ka marrë atëherë, kur boni gabimin që I atëherë pas 2 vitësh, s'kisha lekë ndaj ka marrë. Që ka bëhet me gocën me marrë. Kredi e parë. Përse tjerë pastaj për gjonë shpenzime shtëpisë, se këtë gjonë I ka marrë gabim. Mori një kredi tjetër gjë për të bërë letë të shtëpisë. Edhe nuk I bë. Për të bërë letë të shtëpisë me edhe emërton shtëpisë. E nuk e bë. Një kredi tjetër, përse nuk t'i përqa morë, 3 kredi që kam pas. Edhe asnjëra nuk është e mbyllur, asnjëra nuk është e paguar. Kanë gjelë sa mujtë të paguar, do paguar. Erion, çfarë po thot Fatimja, ti po I pohon. Jeni afër njëri tjetrit. Pra po flisni përballë njëri tjetrit. Çfarë po thot zonja Fatime, ti po I pranon të gjitha. Po, është e vërtet, po kam gabuar, që I bie gjithë këto vite. Por ti të bëj një pyetje dhe e dua përgjigje shumë të sinqert nga ty. Po ti ç'a prisje nga gruaja? Të qëndronte ende me ty? Kodë e fundit ja sjell mirë, lekun prapë. Vetëm që se kam respektuar më shumë hyrin që në tia llave kod. Dhe shkonim ndaj na krushku, ande kishim llave konflikte gjona. Kështu ka gjë, në ka prish njerëzit me pak fjalë kod e fundit. Në ka prish njerëzit. Kod e fundit, se mirë kemi shku, nuk kemi shku keq këto 2-3 vjet. Po unë s'po dëgjoj asnjë fjalë nga Fatimja që kemi shkuar mirë. Fatimja po thot vetëm të zeza. Zero komunikimin zero. Komunikimi po. Lodhje psikologjike, veç ka të punët ka 2 vite që nuk ka vëtor. Te nuk mund të më dorë s'ka vë. 2 vite ka. Lekun sa ka prish. Thjesht 2 vite. Lekun sa ka prish. Të ka marrë 1.200.000, edhe 2 muj. E të ka të lekun ty. Më mirë, o Erion, se nuk jemi në bankat e shkollës, ti e klasë e parë tani dhe jep llogari lekun se kam prishtë, se kam bërë tani se ti e buri rritur. Je baba me vajza që I ke martuar, je bërë krushk, ke dhëndër, ke njerëz, do të thënë, mendoj pak gjërat më ndryshe. E di, kam bërë gabim, kam bërë. Fatime, unë të pyeta edhe pak më parë, po dua të më sqarosh çfarë ndodhi atë ditë që ti more vendimin, more vajzën e vogël dhe u largove. Një natë para bëri shet kesh. I thash, nuk më thash ishim ke krushku dhe mu merr diktor. I thash, pusho se është turp. Kë ngriti zërin, I ra dhe tavolinës, ishim 8 vetë në tavolinë. Bam grushk, më ofendoj. I thash, do t'iki, nuk mundem kështu të dure. I këtha, dhe më shao, nuk mundem të përdo atë fjallë. Ik më ke thonë. Ka thënë unë ty, ha? Ik, më vrat, Allah Mund të këtë punë momenti. E tha, ik tha, nuk më intereson ta ku tushta. Nuk më Mund të këtë intereson. punë momenti. Po. Je I sigurt I thash? Po, tha, nuk më intereson. Mirë thash, ti ke unë, thash. Veç ka që kam thot, ti ke unë. Më dëgjoj. Edhe unë këto gjëra ja kam thonë edhe familjarëve të mi, I kam kërku ndihmë, se kam gabim edhe familjarët e mi, I kam thonë më të rishni se në momentin që ju nuk më të rishni se I kam të gjithë jashtë, dhe unë I kam ndihmu të gjithë, pavarësisht që unë I kam ndihmu të gjithë, I kam respektu të gjithë, ja kam bërë me gjithë zemër, mund të shpirin tash, unë do marrë drejtim tjetër nëse ju nuk merrni se jam lodh nga ky njeri. Po vajzat çfarë të thanë? Se vajzat kanë qenë prezente, vajzat janë të rritura, e kanë parë sjelljen e babait, si është sjell. E madhja dhe e vogla, ajo e dyta, kjo e vogla. Se e madhja është e martuar, kam qenë golem, ke shtëpia vajzës madhe, kurse e dyta është në Tiranë, nuk ka qenë parë prezent. Veç 2 vajza, e madhja dhe kjo e vogla. Si reagoi e madhja? Më kanë thonë, të dyja vajzat
më vrapta Allahu, qofse unë gënjem, më vrapta Allahu kanë thonë, lere ma mu mirë shqip të rezultate se kështu nuk vazhdon. Se vajzat kanë qenë gjithë kohës, ku ka po dhunë, edhe vajzat kanë, me parën që i ka dalë kanikur, sepse u zite për i telekoman televizor me vajzat. Ka qenë gjithë kohës agresiv. Ka vllajën e vet, e ka mrekullueshëm. Vllajën e vet, i përgjigjet familjes, i përgjigjet nonës, po si të rrihet nona më odet. Si to vendohet nona, si të shash me ropë shpije gocën, të shash me ropë shpije nonën. Ka flau nonën ato. E ke degeneru. Një kërë ka nonën tu, në qofë se do të nëzër të ato vetë, që nonën e ka sharë. E dashur Fatime, në momentin që ike, more vajzën e vogël, ti shkove te një familje, një partner të ri që zure. Njerëz familjar të rregull, njerëz tamam. E ama ti çunit nuk e dinte që isha pa divorcuar. Nuk dishin. Edhe është një shumë keq, bo birta që me bërë ata. Po, unë kisha edhe një kërkesë divorci. Kisha edhe kërkesën e divorcit dhe më ka dalë kërkesa e divorcit, më ka marrë në Durrës. Ka marrë me kërkesë divorci në dorë. Dhe ku më ka thonë, më ka marrë me zorat dite. Ku më ka thonë do vras vetëm, a rove që më ke thonë do vras vetëm, tash nuk më duhet, i tash as burri tjetër, as një mbot që vdekje nuk ka duhet. Tash do them me gjithë vajzën, të du së du, do them, i kam ngris vetë kërkesën me dorë, vap, e do them shpitash vetë se mos e ngrititash. Po mirë, personi që ti kishe nisur një raport dhe jetove me të për pak ditë, i mbylle marrëdhëniet, në çfarë ndodhi? Me tjetëri normal që i kam bënë marrëdhëniet, unë dava krejtësish, me tjetëri telefonin. Dhe u ktheve... Ai tjetëri më nisi me fut kërkesën, me fut në gjykat. Ma dha avokati kërkesën, se kërkesën e divorcit e kam bën lesh. E mora kërkesën për ta ardhur për Durrës, për ta fut. Vi takoj një shoqën time dhe aty nalën se veç atë kisha dhe babin tim këtu në Durrës, se s'dija ku të shkoj vetë tjetër. Vi takoj ato me që kisha rrugën, edhe më del Erioni, më del qytet e policia, se vajta dhe në polici u paraqitës se ka bërë shumë denoncime në polici. Edhe sot kam qenë polici se ka pas denoncime dhe hapur, kam qenë kërkim nga policia. Ka bërë shumë denoncime. Edhe vajzën e kam sjellë sa herë ka dashur për takuar s'ka ardhur në Lezhë, kam ardhur nga Lezhë në Durrës. Sa herë ke kërkuar ta kam sjellë çdo ditë. Dhe një ditë që më çoja be me njerëz tjerë, ma sjell vajzën, i thash ta sjell vajzën, jo jam agresiv, i kishte thonë thuj mos e sjelli sot se jam mirë, jam agresiv. Jam unë agresiv? Ka qenë aty që ka pirjele mu. Ka që Tiranë me ambulancë. Po, ato ti, mos ma sjell se jam agresiv. Jo jam agresiv. Jam spital, jam për këtë tash. Që ka marrë vajt, ka kam vajt. I qenë në shtëpi. Erion. I tha vajzës, gocës 6 vjeç, kjo e mori në telefon, o ba, më do mu? Shiko sa babi është u vdek tani dhe le të mbaj ai kollovari i mamit. Le të mbaj, kush 25 vjeç, këta o bab, se më thuk sho, të mbaj ai kollovari i mamit, të rrisë që ai tani se babi do vdesi. I që pijele mu, dhe po qërë me ambulancë. I thot, papi Helmi ka qenë, le të mbaj kollovari i atë mamit, i tha gocës 5 vjeqe. Këta o ba, më do mu mos pi hen, kë i thoshe babi do ta pi tani dhe le të mbaj filoni, si shta thash. Se më vjen dhe mu turp me i thot këto muhabete. Ti tani je kthyer përfundimisht Fatime te Erioni. Jeni të dy bashkë. Më fal 1000 herë se nuk ma ke përbosh, po nga rruga mund ka nxjerr ky burr, nga rruga Zotit. Ky vetë me durët e veta. Jeta që ke bërë me Erionin të ka detyruar të bësh këto veprime. Edhe telenovelat janë më të bukura se jeta ime. Erion. Se jam mundur gjithos të i do respekt. Përdo. Tani gjithë kjo situatë, Fatime është kthyer aty. Tjetër i kam kërku falje, do të sille mirë, do të respektoj kulmin e Tiranës. Zori nuk dëgjon ama fare, as agresiv as i gjë. Për punu do punu si qenë se kam për detyrë me punu për te, për familje. Në mos ka zunë, as zonën me ngrit as i gjë. Edhe e kam thonë, po s'ke besimet e legës, si shpunon, ti filmoj legët që vina deti. Nuk është puna të legë, unë dua sjellje. Sjellje të tëra i ke gjona? O det, unë kam një profesion, jam kushinjere. Kam punu restorantet më të mira.
Edhe jam e zonja të punoja dalë shumë mirë. Unë dua që të si shpirtërore. Dashuri nuk e gjeta të moke kënjëri. Paktën m'japi qetësim. Qetësim do të japë edhe dashurinë e tërë. Dashuri nuk mund të flas dashuri. Të them të vërtetën. E kuptoj. Ti po ja thoni sy që unë nuk të dua. Këtu i kam dhënë dhe një shans për hatër Amelias dhe më vjen keq nuk do ta shoh as në burg, as të vdekur. Asnjë nga të dyja. Unë i kam dhënë dhe një shans. Nëse ky dita përdor mirë këtë shans, unë nuk e lë. Nëse ky se përdor mirë këtë shans, unë momenti që do vazhdoj nuk i kena dusin, po do bëj direkt divorcin. E ditë e jon daç rrit vetën, daç pije, daç bëj çfarë dush, unë do i bëj divorcin, do vazhdoj jetën time me vajzën time. Ke për t'i dhënë përgjigje. Ka ardhur vetëm sepse i dhimbset vajza 6 vjeçare që t'jetë pranë babait, por nuk të do. Unë e kam thënë tëra ditë që ka ardhur, i kam kërkuar falje, zoni nuk do ta ngrej, do të sillej mirë, do të respektoj në Tiranë. Në Tiranë i kam thënë. Edhe kështu që do të respektoj. Më mirë, por ti mund ta respektosh, mund të parat gjithë rrogën mund ta dorëzosh në shtëpi, bëhesh i përgjegjshëm, por dashuria nuk blihet. Ti pranon të jetosh kështu. Me grua ndaj ajo nuk të do, që do thotë ju krevatin bashkëshortor nuk do e ndani më bashkë. Unë dashurinë e du, ja kam thënë sy edhe prapja them, që du dashurinë tëra. Po dashuri s'ka kuptim. Patjetër që një familje dashuria i mban. Po dashuri s'ka kuptime. Dashuria odet fitohet, nuk blihet. Nuk do fitoj me vëshavash. Nëse edhe mirë në respektin në Tiranë. Po, Erion, bëu gjysh, ti bëu një gjyshër ju dhe fitohet dashuria, blihet. Asnjëherë në botë. Po çfarë thua? Çfarë thua si në botë? Po të vërtetën. Nuk do fitoj dashuria. Që të ti jo. Kuptoj çfarë është të thonë. Erion, ti po i kërkon falje publike. Po e di që është tek mua, se jam si o keq, unë e lek që kam prish, edhe që zonin në shtëpi kam ngrit, edhe që komunikim s'kemi pas me njëri tjetri. I thosha prapë, edhe qaj mjallë, i thosha, si familjari, i thosha, si burë e gru, i thosha, qaj mjallë tu, qaj mjallë atu, që do bëjmë tu, që do bëjmë tu. Kështë e kam bestisur, unë jam kujdes për nonën time, se kam pas shumë. Se ka qenë edhe largimi prapë, që vati 4-5 mujët i lartë, edhe mbra ma thatë jo. Nuk largohet. Edhe që largimi nga nonën, sa që u largum që u këtofë me ta. Nuk më kanë dejtur pranë, unë nëna është gjë shumë e shejtë. Unë nonën e kisha shumë të shejtë. Edhe ky nonën e ka, që kam bërë për nonën time, mund t'i bëj edhe për nonën e këtit. Njëri që ka shpirt. Por ti di që i kishe një rob shumë të smur që luftonte me jetën, se është diabetike, me 5 insulina, kaloi gjene kome. Edhe vijem bëje mu gërë unë me një rokë smur që ja bëja insulinat vetë. Isha bo mjek personal për nonën time. Dhe ky veç stres, nona ime përfundoj me diabet që në moshën 17 vjetë që dha ke ky ka qenë gjithë problemi im. Vujt e mia përfundoj nona ime me diabet. Edhe në kohën që i bëja shërbime dhe në atë kohën nuk më linte të qenë. Që se lihet, për çfarë lihet qenë? Unë isha të kujdes për një smur, jo ngele këtu, jo hajde në shtëpi, jo kështu. Nesër mund t'i ndodhi dhe nona. Nona jote ka dhe kocët të tjerë, ka dhe çuna të tjerë. Ata po rin çap me grunë vet, ti po rrihet e bëj për rispetin e ta. Aty fillon. Se s'paguaj ti potore. Se s'paguaj ti potore kur thaj do paguaj potore për ditën, natën i kriti të tij. Unë nuk e kam. E kam kam detyrime se çfarë bëjnë tjerët nuk më intereson. Ti që ke lon ti e kanë të tjerit atë. Se ka 5 fëmijë të tjerë. Se çfarë bëjnë tjerët nuk më intereson. Po jo dhe natën e tij. Vetëm time. Unë s'mund ta lej nonën me vdekje të ri me burrin çap. Jo dhe natën e ditën, sa do marr futore ditën, se s'mori futore ditën. E natën e ditën. Mund t'i komandoj. Unë nuk kisha lek me i dhon lek, me i paguaj punëtorët dhe i bosha shërbimet vetë. E qartë. Edhe ditën edhe natën. Atë që unë kisha mundësi me bo, e bosha. Unë lash punën, se punosha te Ullishtja në spital Durrësit. Gushi njëre punosha toni 2 lash punën, veç për të ndihmu nonën. E qartë. Erion, po vajzat, 2 vajzat e rritura çfarë të kanë thënë?
Vajzët e rritëm ka thënë bashko me nonën, ka thënë e madhe njërë, me të voglës si ka pas e shumë komunikime të dytën. E madhe po ka dash. Të voglës i ka bo shumë presion. Të dytën, këtë që ka i kjo tani, i ka bo presion për shambull, dhe shifte edhe për pia e elëm edhe këtë gjone, i ka bo presion. Jo ti ja ki gjithë burin mamet, jo ti ja ki gjithë burin mamet. Të histori kur i ku kjo, ma ka tregu dhe ndri dy dhe i që është Tiranë. Po dëgjoj pak, dëgjoj. Mirë qa ke konflikte me gruan. Po vajzat pse i ke përzierë? Domethënë, pse me vajzën nuk e kontakte? Domethënë, e kupton? Çfarë i ka thënë vajzës? Çfarë i ka thënë vajzës? Të dytë? Vajzës dytë ajo është e mbulua, vazhdon shkollën e zotit. Është me shami. Pa, i ka thënë ti ja ke gjetë burrin mamë, që vajza dytë as ka dorë, as ka ditë. Ajo është 18 vjeç, është akoma e vogël, si mund gjej mu burr goca 18 vjeçe. Nuk është normal ky muhabet. Po sot ajo thjesht më ka mbështetur në zgjedhjen që ke bëu ti ditë jo ma. Unë kam baba të non ty, unë ju kam njësoj, siç kam atë dhe ty, nuk më kam bajt inatin. A kupton? Ka respektuar. Kudo që kam qenë, kudo që je, unë mua më ke vajzën tate, është zgjedhja jote, është jeta jote. Unë nuk ndërlyp ka thënë. Unë të kam non, nuk të hedh. Erion, po me vajzën e dytë Erion, i ke rregulluar marrëdhënie tani? Tani po, paga shumë po. Ja rregullu, i ka kërkuar dhe falje pak. I ka rregulluar momentin që jam kthyer. Që është sy kjo. Se i kam rregulluar marrëdhënien. Që është sy kjo, edhe i kam kërkuar dhe falje që ka bezdis telefon shumë, se s'ka pas faje ajo fëmia, se lë çato që llafe, jo kështu gotë dytë, jo kështu. Llafe njerëzish. E i kam kërkuar falje saj, e vjerrës vete, dhe drejt prapë. I kam kërkuar falje. Po vjerrës së saj pse? Edhe me vjerrën e saj ke pasur konflikte? Me krushkën? Po kam debatuar se është goca atje në mes, për shembull ajo thoshte mos shqetëson unë. Se kam bërë gabim shumë. Ka bërë gabim më të madh. Se kam shqetësuar edhe ata njerëz atje. Sa ajo është femër e vetme dhe po rrit 3 fëmijë bashkë me vajzën time, se e ka marrë vajzën time fëmijët. Po rrit 3 fëmijë dhe plus shkon i bien dhe ky në qafë. Mua ajo që më pëlqen është se Erioni është i sinqert, i pranon të gjitha. Po thot, po i kam bërë gjitha thot. Po i kam bërë, nuk them jo. Po. Normal se nuk është normal me gënjy, se si me vegjët, as kjo është, si që kam pranuar, ti pranoj dhe ky të vërtetat. Nuk është normal me gënjy. Erion, po vajza e madhe, çfarë të ka thënë? Vajza e madhe ka thënë, po bashkove me mamin, bashkove ka thënë. Gjojë dhe ndri ata s'du, thot, po e more prap ti ata, thot, gjojë dhe krushku. Po e more prap ti ata, s'do flasë të frenë, s'flasë e thashur. Unë do marrë i thashë grutime se kam 22 vjetë martes me atë, 23. Po ti vetë Fatime me vajzën e madhe, i ke kontaktet? Kam pas kontakte para se të vish qato. Kam pas kontakte. Pas të ditë që kam qenë në Lezhë, në atë kohë, kemi pas kontakte, kam folë dhe me atë djalin atë, kam folë me nërën aty, vajza, krushku, kam folë të gjithë. Unë e di shumë që vajza do të folë. E kuptoj. E ndalon don tim me krushku. Unë e di që do me folë. Ju sa ditë keni Fatime që jeni rikthyer tek Erioni? Që jeni bashkë? Kam një javë. 60 ditë, një javë. Si ka qenë jetesa për këtë një javë? Se më duket e vështirë, normal. Ti ke shkuar me një person tjetër, tani je rikthyer s'ta ka kërkuar Erioni. Kjo përballja e të dyve në këtë një javë si ka qenë? As keq, as mirë. Erion, po për ty si ka qenë? Edhe për mua ashtu ka qenë, i kam kërkuar falje prapë, i kam kërkuar falënderim që ta afrohemi me njëri tjetrin. Çdo gjë se sa iku kjo s'ka punu për shembull, s'ka punu një ditë. Vetëm kur erdhi kjo kam dalë një ditë e gjys. Në det që mora aq i bi 35 orë, mora 172.000 lekë, edhe s'kam dalë punë kur i thon. Se kur iku kjo i larg me punë me tërë. Se punoj me peshkaret, gjithë peshkaretën atje në port, s'dola më. Se s'kisha mendje për punë. I dashur Erion edhe Fatime. Se edhe pse keni vajza të rritura, i keni të martuar, ju jeni të rinj. 42 është Erioni, edhe ti Fatime 39 vjeç, jeni shumë të rinj, realisht. Çfarë keni menduar? Unë dua që ju
të flisni seriozisht dhe t'i merrni gjëra seriozisht, se keni aty afër një vajzë që akoma ka nevojë për ju, është 6 vjeçe. Mirë, 2 vajzat më të mëdha i keni martuar, kanë familjet e tyre, por është Amelia në mes tani. Normal, Amelia është në mes. Unë të tash dhe të them, ja kam dhënë një shans të arrit çdo gjë është në dorën e tyt. Erion, tani është gjithçka në dorën tënde. Po, di edhe. Ti e dashuron, por unë uroj që dhe Fatimia ta fitoj sërish dashurin ndaj teje, se ajo më tha në fillim të kësaj interviste që unë e kam dashur shumë, dhe kjo ka qenë arsye që nuk e kam denoncuar në polici. Edhe sot ka qenë denuncimi i fundit që kam bën para ca ditësh që kemi tërheq, kemi vajtë 2 kemi tërheq. Kemi firmuar se 2 kemi tërheq në polici para 1 orë, 2 orë. Që keni tërhequr denoncimin e fundit. Po. E kam kërkuar falje prapë edhe atij, edhe në prokurorin në çdo vend, që kanë shkruar letër e kam kërkuar falje. Ktheu i kam thënë shtëpi se do të këshoj 100% i kam thënë. Dashuri po i kam thënë, llape s'ke shtëpi, zonin një tër çdo gjë. Se për punë punoj. Për punë nuk jam shumë tembel që të kam të rri pa punë. Unë jam shumë punoj. Fatime, ti ja ke dhënë këtë shans. Kështu që përderisa ke dhënë këtë shans dhe të gjitha i keni hedhur mbrapa krave për të nisur një jetë të re, unë besoj, por e them me bindje, familja, dashuria e mban. Eksploatoria. Normal. S'ka më të rëndësishme, ku e thonë, se familje. Kështu që uroj të riktheheni si dikur kur keni qenë të dashuruar, të rinj që e donit njëri tjetrin. Se është e tmerrshme të jetosh për hir të fëmijëve dhe nuk ke dashuri. Për çfarë po jeton? Shumë e vështirë është. Është shumë vështirë. A do të dashurin? Dashuri i gjen do. Po dëgjoj aty që është dhe nëna e... Po. Ka një mesazh për të dhënë nëna Erion se i dëgjoj zërin, vetëm zërin ti dëgjojmë. Ta thojë me një tjetër, të duani një tjetër, filloni jetën ti 100%. Qa do të japë mesazh? Se dhe unë nuk i kam të mira ato gjëra që u shikoj juve. E kuptoj. Nonën e ka zoj dhe babën, edhe vllajën e ka shumë njëri të mira. Nuk e di si s'ka gjajt nga këto. Por urojmë që Erioni të ndryshoj për vërteti, të bëhet njëri i denj, baba i denj, bashkëshort i denj. 100% të dëgjoni prapë telefon pas sa kosh. 100% vërtet. Faleminderit. Fatime, unë dua mesazhin e fundit që ti përcjellësh Erionit. Pa, unë Erionit i them të më premtoj. Po mos më shiko mua, shiko atë në sy. Shiko atë në sy, jo mua. Këtë më premtoj që mos jetë agresiv. Unë të premtoj edhe publike, që edhe agresiv jo, si në tërë mënyrët e tjera. Agresiv dhe të ketë komunikim familje. Po në tërë anët, në të gjitha anët, dhe të respektoj deri fund. Te i kërkoj. Deri fund të respektoj. Se për punë leku nuk më intereson se jam e shkatët të punoj dhe vetë. Nuk më intereson leku, unë e shumëzën në zero krasimi njeriu. Mu më intereson qetësia ime e shpirtit. Mirë, e mbyllim kështu me këtë premtimin që i bët njëri tjetrit. Faleminderit. Faleminderit adet. Ju përshëndes të dyve. Faleminderit adet. Mirupafshim nga Tirana. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq, ju falenderoj që qëndruat me mua, mos harroni të jepni komentin apo përshtypjen tuaj vetëm pozitive poshtë kësaj video dhe këtu lart të klikoni tek fotoja ime për të bërë pjesë e kanalit tim zyrtar Odeta Dume Mandro këtu në YouTube. Por nëse ju keni një rast për denoncuar, mos harroni, mos nguroni të më shkruani, qoftë në numrin tim të celularit 069 99 55 698 apo dhe në adresat e mia në Instagram Odeta Dume Mandro, në TikTok sërish me të njëjtin emër Odeta Dume Mandro, por edhe në adresën time të Facebook-ut. Ju falenderoj, mirupafshim.